njëra nga këto fetat e bukës të ndihmon që të humbësh peshë, ndërsa tjetra nuk të ndihmon që të humbësh peshë. Tani hajde të analizojmë. Njëra nga këto është e thekur, që është kjo këtu, ndërsa tjetra është e pa thekur. Tash ky informacion që do japun sot i vjen ndihmë të gjithë personave që duan që të humbin peshë, sidomos tash para verës, por nuk duan që të heqin dhe bukën sepse na shijon një fet bukë në ditë. Çfarë ndodh? Tani momentin që ne konsumojmë bukë, buka përmban karbohidrate. Dhe këto karbohidrate në momentin që ne e konsumojmë na japin rritje të sheqerit në gjak. Kur konsumojmë sidomos shumë bukë, kemi shumë rritje të sheqerit në gjak. Dhe siç e dini, rritjet shpeshta të sheqerit në gjak gjatë ditës dhe në afatgjat të bëjnë që të ruash mazë dhjamore. Por ka një ndryshim shumë interesant. Në momentin që bukën e thek, këto karbohidratet, nisështeja kthehet në nisështe rezistente. Dhe vetëm nga fjala rezistente do me thënë që stomaku nuk e tret dot në 100%, kthehet si një lloj fibre. Edhe nëse nuk tretet në 100% dhe stomaku e ka të vështirë që ta tresi, atëherë do kemi më pak rritje të sheqerit në gjak. Gjithashtu, trupi nuk do absorbojë 100% kalorive, sepse një pjesë e bukës mund të kalojë dhe pa tretur, sepse është rezistente dhe të shkojë të ushqejë bakteret në zorët tonë. Kështu që, nëse një fet bukë normale e merr dhe e thek, atëherë do të kesh sigurt që do kesh më pak rritje të sheqerit në gjak. Dhe qëllimi jon kryesor, nëse duam që të humbim peshë, është që të balancojmë sheqerin në gjak. Kështu që herën tjetër, nëse je në dietë dhe do të humbësh peshë dhe do të hash bukë, merre dhe theke dhe mos u ndjesh shumë në faj. Tash komento nëse edhe ti nuk rri dot pa bukë dhe herën tjetër do ta thekësh.